Horoskopi ditor, e enjte, 23 prill 2026. Dashi. Mund ta pranosh nevojën për të hequr dorë nga disa gjëra që po të ngatërojnë jetën, i dashur dash, dhe sqarimi i gjërave mund të jetë çlirues. Me Venusin dhe Uranin që po rreshtohen sot për herë të fundit në sektorin tënd të burimeve, mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të filluar nga e para, për t'ju qasur gjërave ndryshe dhe për të bërë ndryshime dhe përmirësime. Je i prirur të bësh gjërat ndryshe, veçanërisht me njerëzit dhe paratë. Shijet e tua mund të jenë jo konvencionale, ose mund të ndihesh i detyruar të provosh diçka të re. Në të vërtetë, nëse metodat e vjetra nuk janë të kënaqshme, është koha t'i shkundësh pak gjërat. Mund të bësh zbulime përgjatë linjave financiare ose të bësh një gjetje fantastike, megjithse shpenzimet impulsive mund të jenë problematike. Lidhjet me të tjerët mund të të frymëzojnë në jetën tënde krijuese ose të biznesit. Demi. Rreshtimi i sotëm Venus-Uran ndodh në shenjën tuaj, i dashur Dem, siç ka ndodhur për vite me radhë. Megjithatë, tranziti i sotëm është i fundit përpara se Urani të lëvizë pas vetëm 2 ditësh, këtë herë për një kohë të gjallë. Kjo tregon një tërheqje personale të jashtëzakonshme sot, së bashku me një ndjenjë freskëje dhe gjallërimi. Mund të ketë surpriza që lidhen me paratë, punën ose dashurinë. Një dëshirë për më shumë larmi mund t'ju çojë në drejtime të reja emocionuese. Nuk do të toleroni kufizime dhe kufizime, por sado rebel ose sfidues që mund të ndjeni, i shprehni këto tipare në mënyra të këndshme. Mund të jeni plot surpriza dhe njerëzit përreth jush mund të mos dinë se çfarë të presin nga ju. Mundohuni të luftoni dëshirën për të bërë një lëvizje të shpejtë. Për fat të mirë, intuita juaj për të bërë ndryshime fillon të veprojë dhe mund të bëni disa zbulime interesante, veçanërisht për veten ose imazhin tuaj. Binjakët. Tranziti i sotëm Venus-Uran ju frymëzon të bëni gjërat pak më ndryshe, të dashur binjak. Mundohuni të mos jeni të papritur kur lini diçka të shkojë, pasi çelësi mund të jetë të dalloni midis ndjenjave rebele dhe një nevoje të vërtetë për ndryshim. Venusi rreshtohet me Uranin pak para se të dy planetet të hyjnë në shenjën tuaj, duke treguar një zgjim të syrit tuaj të brendshëm ose ndjenjave tuaja më të thella për një çështje. Urani do të lëvizë në shenjën tuaj vetëm pas 2 ditësh, dhe këtë herë do të jetë atje për një kohë të gjallë. Sot mund të shijoni një rastësi që sjell kujtime të mrekullueshme ose ndjenja të papritura. Mund të ketë një tërheqje private, ose jeni të frymëzuar dhe të motivuar nga një sekret i përbashkët ose një moment i veçantë. Mund ta trazoni tenxherën tani, qoftë me vetdije apo jo, dhe rezultatet mund të jenë emocionuese. Nuk është një ditë e mirë për të kufizuar, kështu që nëse mund ta ndihmoni, përpiquni të mbani një orar të lehtë. Një dashuri e kaluar, qoftë një person apo një ndjekje, mund të bëhet papritur më e rëndësishme sot. Është një ditë zbulimi dhe mbajtja e mendjes suaj të hapur ndaj ndryshimeve dhe përmirësimeve është një strategji e mirë tani. Gaforia. Tranzitet e sotme janë të fuqishme për lidhjen tuaj me intuitën tuaj, i dashur Gafore. Një rreshtim Venus-Uran gjallëron ndërveprimet tuaja me miqt ose të dashurit. Mund të ndiheni të lumtur, të shkëputur mjaftueshëm nga një çështje që dikur ju rëndonte. Miqësit mund të sjellin surpriza sot, ose mund ta shihni një mik në një dritë të re. Është një kohë e shkëlqyer për eksplorim në një nivel shoqëror ose me ide, ëndra dhe plane të veçanta. Është e mençur të kontrolloni me veten se po bëni zgjedhje, jo thjesht po reagoni, pasi kjo energji ndonjëherë mund të prodhojë rebelim në vend që të mbështetet në vetdijen e vërtetë. Megjithatë, ato fusha të jetës suaj që mund të kenë nevojë për një përditësim po bien në sy sot. Sigurohuni që ta thyeni rutinën sadopak për të përfituar sa më shumë nga dita. Luani. Me Afroditën dhe Uranin që janë në rresht sot, i dashur Luan, dëshira për diçka pak më ndryshe është në qendër të vëmendjes. Ky tranzit shkakton eksitim, ndryshim dhe stimulim, ndoshta edhe disa shqetësime me punën, marrëdhëniet e biznesit ose imazhin, statusin ose reputacionin tuaj. Shefat, drejtues të tjerë të lartë ose publiku, në përgjithësi, mund t'ju shohin në një dritë të veçantë, duke vlerësuar cilësitë tuaja unike. Kreativiteti juaj tani mund të shfaqet në një farë mënyre. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë për një përparim në një projekt, si përmarrje ose marrëdhënie. Nga ana tjetër, mund të bëhet e qartë se duhet të bëni disa rregullime në mënyrën se si i qaseni punës suaj ose ndiqni qëllimet tuaja. Dëgjoni frymëzimin krijues që nxit tani, por synoni t'i përgjigjeni impulseve të vërteta në vend të ndjenjave rebele ose reaktive.
Lidhja me një partner ose ndarja e ideve me dikë afër jush mund të jetë gjithashtu e dobishme sot. Virgjëresha. Virgjëresh e dashur, mund të dëshironi diçka më shumë nga jeta dhe, ndërsa kjo ndjenjë mund t'ju bëjë të rrotulloheni, ka të ngjarë ta njihni dhe ta pranoni nevojën tuaj për ndryshim. Të lidhesh me atë që funksionon më mirë për ty është në qendër të vëmendjes me shtrirjen e sotme Venus-Uran në sektorin tuaj shpirtëror. Po zgjoheni ndaj ideve, interesave ose përvojave që ju inkurajojnë të jetoni më me shpirt. Gjithashtu po e shprehni veten veçanërisht mirë dhe keni energji fantastike për ngjarje dhe studime shoqërore ose kulturore. Shpërblimet janë të shkëlqyera për t'u hapur shoqërisht dhe për të marrë rreziqe më krijuese ose personale. Po tërhiqni njerëz të pazakon dhe interesant, dhe entuziazmi dhe origjinaliteti juaj mund të krijojnë një val aktiviteti rreth jush. Është një kohë e shkëlqyer për të gjetur frymëzim, veçanërisht përmes syve të dikujt që mund t'i shohë gjërat ndryshe nga ju. Entuziazmi juaj mund të jetë tërheqës, duke frymëzuar të tjerët përreth jush. Venusi do të shkojë në krye të tabelës suaj diellore, duke bekuar qëllimet tuaja materiale, dhe Urani do ta bëjë këtë të nesërmen, duke nxitur gjërat. Peshorja. Po e drejtoni vëmendjen tuaj në fusha të jetës që mund të kenë nevojë për disa ndryshime, përditësime dhe një qasje më përpara sot, peshore e dashur, me sundimtaren tuaj, Venusin, në përputhje me Uranin sot. Dëshira e papritur për të shtyrë kufijt mund të jetë shumë e rëndësishme tani. Marrëdhëniet ose ndjenjat intime ka të ngjarë të nxehen papritur, ose kjo është një kohë kur zgjoheni nga ndjenjat që i keni varrosur ose mohuar. Mbani një mendje dhe zemër të hapur dhe shikoni se ku ju çojnë ato. Mund t'ju duhet të tërhiqeni pak nga zona juaj e rehatisë për të marrë atë që dëshironi ose meritoni, por rezultatet mund të jenë emocionuese. Është një kohë për të qenë të guximshëm në kujdesin për veten dhe nevojat tuaja, por mund të jetë më mirë t'i ruani vendimet më të rëndësishme për një kohë kur t'i keni përpunuar ndjenjat tuaja. Urani mund të nxjisë ndjenja reaktive dhe rebele ndonjëherë, dhe është më mirë të siguroheni që po u përgjigjeni dëshirave tuaja të vërteta në vend të reagimeve. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë zbulimesh në lidhje me paratë, marrëdhëniet ose ndarjen. Akrepi. Një dëshirë për ndryshim mund t'ju shtyjë sot, i dashur akrep, dhe mund t'ju nxjisë të shtyni kufijt. Një rreshtim i Venusit me Uranin, zgjuesin, në sektorin tuaj të partneritetit mund të sjellë surpriza. Ndërsa ky rreshtim ka ndodhur në këtë zonë të tabelës suaj diellore për shumë vite, ky është i fundit para se Urani të kalojë në shtëpinë tuaj të 8 diellore. Mund të shfaqet mundësia për të përqafuar dhe shijuar ndryshime ose qasje të freskëta dhe të reja, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja. Mund të tërhiqni njerëz që sjellin ndryshime në jetën tuaj, ose mund të ketë aktivitete spontane ose tërheqje të forta dhe të papritura në qendër të vëmendjes tani. Nëse keni qenë të pakënaqur me ndonjë aspekt të jetës suaj, tani është koha për të punuar për ta përmirësuar atë. Përndryshe, mund të ndiheni nervoz ose të paduruar sot. Pak shqetësim mund të shndërrohet në një përvojë të mrekullueshme mësimi me një mendje të hapur. Shigjetari. Edhe pse ngjarjet nuk do të zhvillohen domosdoshmërisht saktësisht siç është planifikuar sot, i dashur shigjetar, je në një humor të rrjedhshëm dhe shumë pak mund të dekurajojë vërtet sot, përveç ndoshta rutinës. Rreshtimi i sotëm Venus-Uran prodhon energji që është gjithçka përveç rutinës, kështu që me siguri do të përjetosh një përzierje të vërtet ndjenjash dhe rrethanash. Ke një shije për diçka të ndryshme, unike dhe emocionuese, dhe me këtë tranzit përpara, do të shohësh se ku jeta mund të ketë nevojë për disa ndryshime të rëndësishme. Një përparim në një marrëdhënie, në punë ose në shëndetin tënd është tani i mundur ndërsa hap veten ndaj qasjeve të reja. Përfito nga intuita jote në lidhje me bërjen e ndryshimeve, pasi ajo po përpiqet të tregojë diçka. Sigurohu që po zgjedh në vend që të reagosh kur merr vendime. Gjithashtu, syno të vëzhgosh në vend që të nxitosh në veprim. Një ide e re ose edhe takimi me dikë të veçantë mund të vijë nga ndjekja e rutinës tënde të përditshme, shëndetit, mirëqenies ose punës. Ky takim i planetit të dashurisë dhe kënaqësisë me planetin e ndryshimit dhe eksitimit ndodh në sektorin tënd të shëndetit, punës dhe zakoneve, dhe mund të ketë disa zhvillime ose ndërprerje të papritura që çojnë në mendime ose drejtime të reja përgjatë këtyre linjave. Bricjapi. Nëse keni qenë duke u mbështetur në ndjenja që kanë nevojë për lirim, i dashur Bricjap, ka të ngjarë që sot të gjeni një kanal për t'u shprehur. Venusi dhe Urani rreshtohen në sektorin tuaj të romancës dhe kreativitetit, duke ju frymëzuar të bëni ndryshime.
Dashuria mund të sjellë surpriza sot dhe emocionet e varrosura mund të zgjohen. Mund t'ju duhet të lini mënjan disa aspekte të së kaluarës suaj nëse nuk ju shërbejnë më mirë. Përfundimisht, këto do të hapin rrugën për një fillim të ri. Ky tranzit ju ndihmon të shkëputeni sa duhet për ta shijuar veten më plotësisht. Mund të ketë eksitim romantik ose krijues dhe mund të tërhiqni vëmendjen e njerëzve që nuk ju kishin vënë re më parë. Frenimet tuaja të zakonshme në një nivel shoqëror ose krijues zhduken dhe mund të ndiheni të angazhuar këndshëm ose të gatshëm të merrni një rrezik të vogël. Mund të përjetoni gjithashtu një tërheqje të papritur që ju surprizon. Ujori. Ndjenja e një ndjenje paksa të shqetësuar mund t'ju shtyjë në drejtim të ndryshimit sot, i dashur ujor. Rreshtimi i sotëm Venus-Uran mund të thyejë frenimet dhe t'ju ndihmojë të shfrytëzoni intuitën tuaj. Jeni pak më pak të lidhur me të kaluarën dhe heqja dorë nga diçka që nuk ju nevojitet më ka të ngjarë të ndihet shumë më çliruese se sa e pakëndshme. Nevoja për më shumë gjallëri në jetën tuaj personale ose rutinat mund t'ju mposhtë tani. Eksitimi në sektorin tuaj të rënjeve, shtëpisë dhe familjes mund të nxjisë një aktivitet spontan, teka ose vendim për të bërë ndryshime dhe përmirësime dinamike në shtëpinë ose jetën tuaj personale. Mund të jetë një kohë e gjallë për përmirësimin e shtëpisë ose një frymë e hapur me të dashurit që inkurajon një qasje të re ndaj marrëdhënieve. Alternativat ju nxisin të rimendoni problemet dhe shqetësimet e vjetra, veçanërisht ato që lidhen me rregullimet dhe kushtet e jetesës. Ju doni t'i bëni gjërat pak më ndryshe sot dhe është një zgjedhje e lumtur dhe e dobishme. Peshqit. Të bësh gjërat e tua sot mund të jetë çliruese në disa mënyra, të dashur peshq, por të ndash veten me të tjerët është më shumë një prirje tani. Ndërsa Venusi dhe Urani rreshtohen në sektorin tuaj të komunikimit, kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të dalë me një ide frymëzuese ose për të zbuluar një interes të ri bindës. Synoni të përqafoni potencialin për surpriza të këndshme ose edhe misi të reja që mund të vinë nga udhëtime të shkurtra, punë të ndryshme dhe ndjekje mësimi. Mund të keni mundësinë të filloni një bisedë me një vëlla motor, një të afërm, një shok studenti ose një fëmijë. Kjo mund të jetë një kohë për të dëgjuar ose lexuar për diçka që ju frymëzon në mënyra emocionuese. Të tjerët mund të sjellin surpriza të këndshme në jetën tuaj. Mënyra se si e shprehni veten mund të jetë veçanërisht unike dhe tërheqëse për dikë të veçantë. Jeni gati të filloni nga e para, të ndryshoni mendje, të provoni gjëra të reja dhe t'i qaseni marrëdhënieve tuaja ndryshe. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.